Provimi i parë i programit kombëtar të arsimit bazë për klasat e 9-ta në zyrën vendore të arsimit parauniversitar Vlorë Himar në lëndën e gjuhës shqipe është zhvilluar këtë të njëjtën në të gjitha shkollat nëntëvjeçare të vendit. Në këtë provim morën pjesë gjithsej 1032 nxënës të shpërndarë në 14 qendra provimi në varësi të shkollave përkatëse në zyrën arsimore Vlorë Himar. Procesi i administrimit është drejtuar nga 14 përgjegjës administrimi, ndërsa 89 administrator provimi ishin për të garantuar zhvillimin e tij me korrektësi dhe qetësi. Televizioni 6+1 Vlora ndoqi në Himar mbarvajtjen e këtij procesi. Drejtori i shkollës nëntëvjeçare Pano Nikola Meniko në Himar, Besnik Devollaj, gjatë një interviste, tha se provimi është zhvilluar i qetë dhe pa problematika. Devollaj shpreson tek një rezultat pozitiv i nxënësve në këtë provim. Procesi filloi normalisht, me emocionet e nxënësve. Shpresojmë të dalin sa më mirë, me përgatitjet që kanë kryer, dhe çdo gjë është në rregull. Cilësia e nxënësve në këtë shkollë është pozitive dhe është punuar edhe në orë të veçanta konsultimi. Devollaj tha se u morën të gjitha masat që provimi të shkonte mjaft mirë. Cilësia është shumë e mirë, dhe nxënësit kemi punuar dhe në orët e konsultimeve. Janë marrë gjitha masat për mbarvajtje? Po, gjithë masat janë marrë, procesi është në rregull, gjithë administratorët kanë ardhur, të cilët nuk janë përfaqësues të shkollës sonë. Drejtori i shkollës nëntëvjeçare Pano Nikola Meniko në Himar thekson se provimi startoi në orën 10 të paradites, sipas edhe rregullores përkatëse. Në orën 8:30 janë paraqitur nxënësit dhe në orën 10 ka filluar testi deri në orën 12:30. Pritshmëritë për këtë provim të parë janë mjaft të larta. Pritshmëritë tona janë maksimale, pavarësisht se kemi janë disa shkolla të tjera, nuk është vetëm shkolla e Himarës, po janë dhe disa shkolla që nga Borshi, nga Horvranisht, e Kuçi. Kjo e njëjtë shënoi edhe ditën e nisjes së provimit të minimaturës. Nxënësit e klasave të 9-ta kanë testuar njohuritë e tyre në provimin e gjuhës shqipe.